Tashmë që besoj, pak a shumë jemi futur vetëse në atmosferën e festës së sotshme, për biseduar më tepër mbi këtë temë dhe gjithçka le të themi rreth saj, të bukur, mesazhe, tradita apo edhe në detaje, në përgjithësi, kam të ftuar sot teologen Eliza Emini. Shumë kënaqësi e dashur që të kam sot në këtë ditë, kaq të veçantë për gjithë secilin prej nesh të pranishme sot në studio. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Faleminderit edhe juve për ftesën. Atëherë Eliza, jemi në ditën e festës së Bajramit. Dua di pak edhe nga këndvështrimi yt, po edhe në përgjithësi si teologe, se çfarë simbolizon kjo ditë për besimtarët pas një muaji agjërimi të Ramazanit, do të thënë festa e Bajramit. Po, atëherë vetë fjala Bajram do të thotë gëzim apo festë. Pra pas një muaji të plot agjërimi, sakrifice, ku njerëzit mundohen që vazhdimisht të japin më të mirën e tyre, të bëjnë vetëm vepra të mira, vjen festa e Bajramit si shpërblim nga ana e Allahu xhaleshanuhu, ku ne agjerojmë për një muaj të tërë, do më thënë jemi të larguar nga ushqimi, nga pija, kurse në ditën e Bajramit përkundrazi, që në mëngjes sofrat tona mbushen për plot me ushqime të ndryshme, me ëmbëlsira të ndryshme, dhe është edhe shenjë falënderimi, po ashtu festojmë edhe me shpresën se të gjitha këto lutjet tona për kushtimin jon apo agjërimi jon është pranuar. Ramazani shpesh përshkruhet si një udhëtim shpirtëror, nëse nuk gaboj. Çfarë fiton njeriu nga ky muaj, le të themi, përveç aspektet të agjërimit fizik? Po, edhe pse kur e përmendim agjërimin, ndoshta mendimi i parë që na vjen neve është largimi nga ushqimi apo nga pija. Por në fakt, të themi se synimi kryesor i Ramazanit nuk është kjo, i agjërimit, për shkak se synimi kryesor i saj është edukimi i shpirtit apo i nefsit ton, të na mësoj neve vetë kontrolin, si dhe të na bëj neve me dije se ne jemi ato që e kemi nefsin në kontrol, e jo nefsi neve. Kur dim se kemi dhe shumë të afro, që zakonisht janë konsumues të tepër të duhanit, apo dikush edhe kafen, kur i këshillojmë që ta lënë, sepse është në dëm të tyre, ato zakonisht thonë se ne nuk mund që ta lënë. Por pikërisht është agjërimi ku e shohim se ndodh e kundërta. Dhe kjo është një tregues shumë i mirë, se në fakt është gjithçka fillon nga vetja, se sa ne jemi të vendosur, se sa kemi vullnet për ta përmirësuar veten. Si do duaj ndoshta të vazhdon të kjo, sepse gjatë Ramazanit po thua pak a shumë ndalim vetën, mos konsumojmë kafen dhe duhanin, domethënë gjëra ndoshta që jemi mësuar dita ditës, si do vazhdon të kjo Bajram e tutje? Do mund? Domethënë gjëra që i fitojmë në Ramazan Po, pikërisht të vazhdojmë tutje. Po siç thashë pak më parë, krejt varet se sa jemi të sinqertë ndaj qëllimit tonë dhe sa dëshirojmë ne që ta ndryshojmë veten tonë. Duke marrë parasysh se në Ramazan të gjithë mundohemi që të nxjerrim versionin më të mirë të vetes tonë, kjo do të ishte shumë e rëndësishme që këtë mos ta lëmë të kufizuar vetëm në Ramazan, sepse kjo është diçka që neve nuk na nevojitet vetëm këtë muaj, por është një vërtet shumë i mirë që do të ishte, nëse arrim ta fitojmë edhe në ditët në vazhdim, do të ishte një gjë shumë e mirë për ne. Pra të jemi të vetëdijshëm se kjo është për të mirën tonë. Bajrami apo festa Bajrami, çfarë momenti përfaqëson në këtë udhëtim? Një fillim apo një fund? Do të thënë, fundi një muaji agjërimi dhe gjitha aspektet që po tregon, apo një fillim të ri për besimtarin? Mund të them se është edhe një fund, edhe një fillim i ri. Pra është fundi i një muaji plot përkushtimi, plot sakrifice, plot veprave të mira, dhe është një fillim ku të gjithë këto vepra që i kemi fituar, apo gjithë këto gjërat e mira që i kemi fituar gjithë këtij muaji, të mundohemi dhe t'i vendojmë në praktik edhe në jetën më pas. Sot edhe 2-3 ditë të ardhshme, apo jo, në traditat tona, gjithmonë Bajrami është i lidhur ngushtë me vlerat familjare, me vizitat me njëri tjetrin, siç e thekë edhe më herë ndoshta edhe me ushqime që servojmë. Sa rëndësishme edhe kjo pjesa është, edhe kjo pjesa sociale dhe njerëzore për këtë festë? Është shumë e rëndësishme, pasi që edhe vetë mund të themi njëra ndër qëllimet kryesore të kësaj feste është edhe socializimi me njëri tjetrin, solidariteti me njëri tjetrin. Pra ne qysh në mëngjes, domethënë pas përfundimit të mëngjesit, gjëja e parë që bëjmë është pasi urojmë familjen, menjëherë shpërndahemi apo takohemi me familjarët më të afërt apo edhe me shoqërinë për ta ndarë këtë ditë, domethënë gëzimin për ta ndarë edhe me të tjerët. Një aspekt tjetër është edhe falja, apo jo? Gjë shumë rëndësishme në këtë fest. Është edhe një moment faljeve. Sa rëndësishme është faktikisht ndoshta falja dhe pajtimi midis njerëzve në këtë ditë? Një ndër qëllimet e Bajramit është edhe falja me njëri tjetrin. Ne kemi edhe hadithin ku Muhamedi alayhis salam thotë se besimtari nuk duhet që të qëndrojë i hidhuruar me dikë më shumë se 3 ditë. Pra, nisur nga ky hadith, ne shohim se falja sa e rëndësishme është, ndoshta për shkaqe të ndryshme, nëse na ka ngelur me dikë hatri apo jemi hidhuruar për shkaqe të ndryshme, dhe
nuk kemi arritur që ta marrim atë iniciativën për të pajtuar. Bajrami është një mundësi shumë e mirë, pasi që ndoshta me atë person nuk kemi takuar, pasi jemi dhëruar, pikërisht në këtë ditë, ndoshta ka shoqëria e përbashkët, kemi mundësinë që të takohemi dhe të jemi ne ato që e bëjmë hapin e parë për të kërkuar falje dhe për të pajtuar. Përmendëm vetë se këto takimet familjare, shoqërore në përgjithësi, ka dhe familje ndoshta që kanë ato, le të themi, ritualet e veta të veçanta, po ndonjë, le të themi, ndonjë pjesë të tyre, ndonjë mënyrë festive më të veçantë, janë këto më shumë kulturore apo din të jenë edhe pjesë fetare apo pjesë të fesë? Si për çdo adhurim që na ka mësuar feja se si ta praktikojmë ne, edhe Fitër Bajramin na ka mësuar feja se si ta praktikojmë. Ndoshta praktikimi i saj me vite, kjo është kthyer edhe në traditë, dhe me sa kam parë në vendin tonë, nuk mendoj se bien ndesh, domethënë, tradita dhe feja, po praktikohet në të njëjtën mënyrë, nuk ka diçka ndryshe. Ne tani do ndjekim një kronik që ka të bëjë me ndihmën dhe solidaritetin, besoj gjëra shumë të rëndësishme dhe me vlerë gjatë kësaj feste dhe në përgjithësi tek ne, dhe rikthehemi më pas në studio sërish që të komentojmë mbi të, po dhe të vazhdojmë në tutje. Atëherë u rikthyem pas kronikës së dashur për të vazhduar tutje. Në kronik pamën në përgjithësi që Bajrami, festa është e lidhur ngushtë me solidaritetin dhe ndihmën, po ashtu dhe me konceptin e sadakas, dhe sa të rëndësishme janë këto dhe në çfarë, le të themi, si flitet për këto kushtuar kësaj feste. Po. Atëherë kemi shumë ajete kuranore dhe shumë hadithe ku flitet për rëndësinë, apo jemi edhe të obligueshëm që të ndihmojmë njerëzve në nevojë. Sidomos në festën e Fitër Bajramit, ku e dim se është një festë ku gëzojmë të gjithë së bashku, është një festë solidariteti, dhe ka persona të cilët për shkaqe të ndryshme ndoshta nuk arrin që këtë festë ta presin me gëzimin që e presim ne. Pikërisht është edhe adhurimi tjetër apo obligimi tjetër që është sadakatul fitri, ku ne u japim një pjesë personave që janë në nevojë apo personave të varfër, që edhe ata të bëhen pjesë e kësaj feste. Domethënë, familjarët të blejnë fëmijëve tesha, ku e dim se një ndër gëzimet më të madh për Fitën Bajramit është i fëmijëve, pa ashtu të mbushën edhe tryezat e tyre plot dhe të festojmë të gjithë së bashku, mos të privojnë ato nga lumturia e kësaj feste. Në një kohë kur ritmi në përgjithësi jetës është shumë i shpejtë dhe angazhimet janë të panumërta, ndoshta shpesh kemi dhe strese të ndryshme, është kjo një moment reflektimi, le të themi, për gjetur edhe paqen tonë të brendshme? Po, padyshim, siç e theksuat edhe vetë, me të vërtet ritmi i kohës kalon shumë shpejt, saqë kanë filluar, mund të themi se vitet të bëhen muajt ditë, dhe vetëm kur vim festa e Bajramit e kuptojmë se realisht sa shpejt kalojnë ditët, dhe kur jemi të gjithë së bashku, gëzojmë me njëri tjetrin, e shikojmë se sa jemi sa kjo gjë na lumturon neve, dhe është edhe një moment reflektimi të ndalemi dhe të mendojmë se cilat janë ato gjëra që në të vërtet kanë rëndësi. Mos të harrojmë që të ndajmë edhe një kohë sa të pak që të jetë, të ndajmë edhe për njerëzit e tjerë. Vlerat e Ramazanit, si mund t'i mbajmë gjallë? Bëhet fjalë për durimin, mirësinë, për mbajtjen, si mund t'i mbajmë këto gjallë edhe pasi festa e Bajramit të kalojë? Po. Më duket se edhe më lart e theksuam, pak ka të bëjë edhe vetëm me personin, se sa është personi i sinqert apo sa është sa ka vullnet që këto gjëra, mirësinë, domethënë durimin, po, përkushtimin, të gjitha këto gjëra që i ka fituar në këtë muaj të Ramazanit, të mundohet që t'i mbaj edhe në ditët tjera në vazhdim, sepse këto janë virtyte që nuk na vlen vetëm për një muaj, por që janë pjesë e pandashme e jetës sonë, dhe në qoftë se çdo kush do të ishte i vetëdijshëm që t'i ketë këto virtyte, padyshim që edhe shoqëria jonë do të kishte qenë një shoqëri më e qetë, më humane. Nëse do duheshe të përmbledhje apo të përmbledhim, le të themi, për shikuesit tanë mesazhin apo qëllimin, në pak fjalë të kësaj feste, cila do ishte ajo? Po, atëherë mendoj se qëllimi kryesor i kësaj feste, padyshim që është solidariteti, mirëkuptimi, respekti ndaj njëri tjetrit, falja, dhe të jemi të vetëdijshëm dhe të kuptojmë me të vërtetë rëndësinë e kësaj feste dhe të gëzojmë sa më shumë. Dhe pasi po i afrohemi dhe fundit të kësaj bisede kaq të veçantë, edhe të mbushur, le të themi, me mesazhe dhe me porosi, le të themi, mund të themi edhe kështu, të ndryshme rreth kësaj feste dhe kësaj dite kaq të veçantë, do doja të kemi një mesazh apo një urim të fundit nga ju personalisht për gjithë shikuesit tanë. Po, padyshim. Atëherë të gjithë shikuesve ju uroj fillimisht shëndet, pasi po i pat
shëndetin i patëm të gjitha, po ashtu uroj që të jemi ndarë me agjerim të pranuar dhe uroj që sa më shumë lumturi, paqe në jetët e tyre. Festofsin shumë. Shumë bukur e përmbledhje e dashur, falenderoj shumë dhe njëherë që ke gjetë kohë dhe mundësinë sot në këtë ditë kaq të veçantë të jesh me ne. Vërtet shumë e lumtur që të kisha sot dhe uroj që ritakohemi përsëri herave të tjera. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, faleminderit shumë edhe për këto fjalë të mira, u takofshim vetëm për të mira. E dashur, ne do vazhdojmë akoma me programin apo edicionin ton festiv. Do ndjekim, do mundohemi përsëri apo të vazhdojmë tutjen me atmosferën tonë pozitive energjike të festës e cila kërkon sot dhe do ndjekim një material të përgatitur rreth festës së Bajramit dhe rikthehemi sërish me të tjerë mysafirë. U rikthyem të dashur në studio sërish dhe tani kësaj radhe kam në studio dy kolege, po ashtu dhe mikesha shumë të dashura të mia, gazetare të reja të redaksisë sonë, bëhet fjalë për Anida Muratin dhe Zebusha Ramadanin. Përshëndetje dashura, shumë kënaqësi që ju kam në këtë edicion festiv këtu me mua. Përshëndetje, kënaqësia është edhe jona. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje, është një kënaqësi dhe një emocion i veçantë të jem pjesë e këtij emisionit në këtë ditë të bukur. Atëherë jemi në një atmosferë festive për ditën e Bajramit. Thoni pak se si e keni përjetuar ju personalisht fillimisht muajin e Ramazanit edhe çfarë bën këtë festë Bajramin në veçantë, domethënë të veçantë për ju. Atëherë këtë Ramazan e kam përjetuar me shumë gëzim, patjetër, meqense edhe vetë Ramazani në vetvete përmban paqe, reflektim me veten. Ka qenë një periudhë shumë e mirë. Ndërsa sa i përket festës së Bajramit, do thoja po e presim me shumë entuziazëm. Për ta festuar me familjarët patjetër, për të ndarë ato momentet me familjarët tanë, mbas edhe për takuar disa familjarë të cilët nuk i kemi takuar për një periudhë të gjatë. Kjo festë e ofron këtë, ka më tepër afrimitet mes vetes, sjell diçka pozitive në vetvete. Ashtu fiks. Po për ty Zebush? Atëherë, si që ceki edhe Anida, për mua muaji Ramazanit ka qenë një periudhë apo një reflektim mirësi apo qetësi shpirti, ku jam munduar të menaxhoj edhe studimet, edhe punën në redaksi. Por gjithçka ka qenë e bukur me mbështetjen e kolegëve të mi, ku nuk më kanë lënë të ndihem në siklet se të lë punën dhe të shkoj në studime. Por festa, për nëse dajmë tek festa e Bajramit, për mua është e veçantë sepse na bashkon me familjen dhe na kujton vlerat dhe solidaritetin, mirësinë dhe mirëkuptimin që e kemi ndërmjet nesh. Mirë që e ceke Zebusha, sepse do doja t'ju pyesja faktikisht të si gazetare të reja, po ashtu akoma dhe studentët të gazetarisë, sa ishte e vështirë, sfidues, apo në përgjithësi atmosfera, le të themi, për ju të jeni edhe në punë, edhe në terren, në festa, përkatësisht për shembull dhe për sot për festën e Bajramit, gjatë muajit të Ramazanit, po edhe në ndërkohë të ndiqni shkollën tuaj dhe në përgjithësi të kombinoni apo të ekuilibroni, balanconi gjitha këto angazhime. Atëherë unë do thoja që është një sfidë në vetvete, patjetër, pasi ti menaxhosh të gjitha këto, është pak e vështirë, por megjithatë këtu kolegët janë shumë të mirëkuptueshëm edhe nuk kemi pas asnjëherë probleme për sa ju përket ligjëratave. Kemi pasur mundësinë të ndjekim në mënyrë të rregullt. Është e lodhshme pasi ndonjëherë rastis që nga mëngjesi të jemi në ligjërat, të vim këtu, ndonjëherë edhe energjia bie dhe nuk mund ta japim 100% tonë në punë. Por megjithatë kemi arrit t'ja dalim, mendoj. E keni gjetë edhe atë mirëkuptimin mes kolegëve juve, ndoshta edhe atë për ju. Mirëkuptimi ka qenë gjithmonë i pranishëm këtu. Edhe në këtë mënyrë edhe kemi vazhduar edhe me punë, në këtë mënyrë. Si, edhe për ty Zebusha, si ishte gjatë Ramazanit apo dhe festës sotshme Bajramit, sepse ju edhe punoni në përgjithësi, nuk ka pushim të themi për gazetarët, edhe si studente, edhe si gazetare e re, edhe vetë normal në aspektin tënë shpirtëror, fizik, emocional. Po, pra pajtohem plotësisht me Anidën, sepse me të vërtetë për mua është një herë e parë ku ndjek edhe studimet, por edhe punoj.
Nuk kam akoma asnjë vit që jam pjesë e stafit, po me të vërtet jap shumë falënderime kolegëve dhe redaktorëve tonë që kanë treguar durim dhe mirë kuptim kur është dashur ta lëm punën dhe të shkojmë të ndjekim ligjeratat ose terrenin që e kemi ndjekur ta bëj tjetër kush një tjetër koleg. Gjatë festave, përkatësisht ndoshta edhe festës së sotme, festës së Bajramit, sa ndryshon atmosfera në redaksi? Si është edhe përveç se sa ndryshon atmosfera, po si është të përgatisim, sepse këtë emision pak a shumë edhe kemi përgatitur bashkë, kemi edhe kronika nga ju të përgatitura, po edhe për festat e tjera, sepse gjithmonë jeni në pranë qytetarëve le të themi. Po, patjetër. Unë do thoja që atmosfera e Bajramit ndryshon shumë edhe këtu në redaksi, sjell më tepër gëzim edhe atmosferë festive. Pavarësisht se edhe pse është ajo pjesa që është fest edhe njerëzit mendojnë që të gjithë e kanë pushim, po jo. Edhe pse fest, ne vazhdojmë të vim punë, t'i kryejmë detyrimet të cilat i kemi për programin televiziv, kryesisht me motiv të festës, dhe kryesisht në varësi të kësaj e vazhdojmë edhe puna. Këtu ne edhe pse jemi në punë, vazhdojmë të festojmë me njëri tjetri, mbase edhe të ndajmë ëmbëlsirat cilat i kemi përgatitur në shtëpi për festën e Bajramit. Dhe kështu, mbase nuk është intensiteti i lajmeve si ditëve të tjera, po patjetër, është më, do thoja, është më qetë dita e Bajramit, por përsëri puna duhet tjetë e pranisht. Puna duhet tjetë, po besoj e bëhet edhe më këndshme dhe më rehatshme, kur jemi në atmosferë feste, patjetër. Po, patjetër. Është kënaqësi në vete edhe pjesa që mbase ti nuk mundesh të kalosh gjithë kohën me familjarët e tu, po një emocion të veçantë e sjell pjesa që atë emocion ti e përcjell përmes ekranit, sjell momente të festive të festës. Shumë e vërtetë. Atëherë, unë kam hasur një energji, një atmosferë shumë të mirë dhe shumë pozitive, ku nuk e kam menduar se do t'jetë kështu, sepse secili person ka dëshirë festën e Bajramit ta ketë të tërë ditën me familjarët e tij, të vizitoj dikush shtëpinë e tij ose të shkoj diku për vizitë, por për mua më shumë ka tërhequr pjesa e redaksisë, se si e festojnë Bajramin këtu, me të vërtetë është një emocion në vete, në një emocion i papërshkrueshëm dhe pozitiv. Fiksë, gazetarët edhe redaksia jonë si të tjerët nuk pushon asnjë ditë dhe pranë festave është gjithmonë pranë shikuesve të saj. Si gazetare të reja në terren që jeni çdo ditë, shpesh hasim në sfida, sidomos tek intervistat me njerëzit apo në kronika të ndryshme, janë më të hapur njerëzit qoftë për biseda apo për komente kur kemi të bëjmë me festa apo kur jemi në ditë afër ditëve festive? Absolutisht po, do thoja. Sidomos vëre dukshëm gjatë festës së Bajramit edhe të Ramazanit, sidomos kur i kemi marrë disa anketa, kryesisht për t'i pyetur se si kanë kaluar gjatë këtij muaji të shenjtë, edhe se si bëjnë përgatitjet për Bajram apo si e presin festën, kanë qenë shumë më të lirshëm edhe më ka pëlqyer entuziazmi i tyre se si e kanë përshkruar mënyrën se si ata festojnë, apo e presin këtë ditë në shtëpitë e tyre, ndryshe kur kemi pas tema të tjera, pasi ne zhvillojmë një tematik të gjerë të temave të ndryshme, ka pas raste që nuk ndihen mjaftueshëm të lirshëm të shprehin mendimet reale të cilat i mendojnë, por për këtë fest më ka pëlqyer mënyra se janë ndjerë shumë të lirshëm për të biseduar. Ndajnë të njëjtin mendim Zëbusha, apo ndoshta ndajnë të njëjtin mendim, po me një anë diçka që kam vërejtur dhe jam habitur kryesisht sepse kemi dalë për shumë tema të ndryshme në terren dhe njerëzit nuk kanë qenë aq të motivuar të flasin për temat e ndryshme dhe na injoronin shumicën e kohës, por kur dolim në terren për festën e Bajramit më habitën sepse secili i dyti dëshironte të flaste dhe të tregonte se si e ka kaluar muajin e shenjtë të Ramazanit dhe se si e pret festën e Bajramit, se çfarë harxhimesh ka bërë dhe çfarë do të bëj akoma më shumë dhe se çfarë gjendet në tryezën e tyre. Dhe ishte personalisht mua ka pëlqyer shumë
të dëgjoj dhe histori të ndryshme apo përjetime të ndryshme se si njerëzit e menaxhojnë festën e Bajramit. Në festë në përgjithësi ndajmë të gjithë të njëjtin emocion dhe gëzim, të gjithë jemi pak më të hapur dhe më të afërt me njëri tjetrin, duke përfshirë këtu edhe ne në redaksi, po edhe shikuesit tan. Gjithsesi uroj që kjo të vazhdojë edhe jashtë festave, sepse është e nevojshme fundjavë për profesionin që ushtrojmë. Dalim pak jashtë, le të themi, profesionit apo televizionit, dua të di se për juve personalisht, të cilat ndoshta nga ato traditat apo ritet apo momentet gjatë ditës që ju i prisni me aq padurim për këtë festë, dhe po ashtu si është, si duket një ditë e zakonshme festës së Bajramit për ju? Atëherë, padyshim, festa në vetvete i përmban të gjitha traditat, ashtu edhe ne e vazhdojmë me gjitha traditat, duke filluar që nga falja e Bajramit që bëhet, pastaj mëngjesi, që është një mëngjes ndryshe nga mëngjeset e tjera, që kryesisht është i lehtë dhe me më pak kalori. Për ditën e Bajramit është kryesisht ndryshe, dominon yndyra, do thoja, me sheqeri po se po. Po, patjetër. As që diskutohet ajo pjesë, me ushqime tradicionale, pastaj ëmbëlsira baklavaja, patjetër, kadayif, trileqe, ato të zakonshme që e kemi në traditën tonë. Pastaj pjesa më e bukur e gjithë festës është urimi me familjarët, me prindërit, montrat vëllezërit. Dhe kjo, pastaj edhe vizitat që vazhdojnë gjatë tërë ditës, ndërsa momenti më i veçantë i festës është pjesa e fëmijëve, të cilët dalin për të kërkuar sheqerka. Kjo është shumë diçka e mirë, do thoja. Po, që shumë e lezetshme. Po, definitivisht. Atëherë për mua festa e Bajramit vazhdon njëjtë ose vijon njëjtë siç e ceki Anida, por tek unë personalisht përveç vizitave familjareve ose ëmbëlsirave, për mua më e veçantë për festën e Bajramit është mëngjesi i Bajramit, sepse edhe urimi i parë me dy prindrit e mi dhe pastaj ajo pozitiviteti, buzëqeshja, tregimet e babit se si ka kaluar festën, se si e ka falur namazin ose çfarë ka vërejtur në atë ditë. Më tërheq shumë dhe pjesa më e mirë, pecek edhe një herë, pjesa më e mirë dhe më që e mirë pres me padurim është mëngjesi i Bajramit. Vetë se nisë piknisja, le themi, një ditë shumë energjike dhe pozitive që na pret. Ju, vetë që edhe më herët biseduam për faktin që jeni pranë qytetarëve në çdo kohë dhe në çdo ditë, duke mos i anashkaluar dhe festat, po ashtu edhe për këtë edicion festiv na keni përgatitur një kronik. Para se ta ndjekim, do ta bisedojmë pak, sepse kronika ka të bëjë pak a shumë me mënyrën se si qytetarët kanë kaluar apo përjetuar muajin e shenjtë të Ramazanit dhe se si po kalojnë apo urimet dhe qëllimet, mesazhet e tyre për festën e Bajramit. Si përvojë dua di pak si ishte kjo për juve dhe ndoshta çfarë mund të ndani pak nga kjo? Patjetër, ajo ditë ka qenë shumë pozitive për mua personalisht. Më kanë përcjell një emocion ndryshe prej ditëve të tjera. Më ka bërë përshtypje fakti se me sa entuziazëm tregonin se si ka qenë si e kam përjetu festën më herët në kohët e tyre më të vjetrit, ku kam theksuar se pavarësisht se Bajrami sjell bashkim familjare dhe vizita familjare, se si këto kanë filluar që të zhduken dal nga dal, të jenë më të ralla, do thoja, jo të zhduken. Kjo më ka bërë përshtypje, por përgjithësi ka qenë një eksperiencë e mirë. Pozitive. Po, patjetër. Është ndjer ajo atmosfera edhe, domethënë, në ditën sepse kronika vetë se është përgatitur dhe themi disa ditë më herët, është ndjer vetë se kishte nisur ajo energjia pozitive që përcjell festën e Bajramit. Ndan ndoshta të njëjtat përshtypje Zepush apo ka diçka që gjatë intervistave të tua të asaj dite në terren të la diçka më shumë përshtypje? Po, terrenet ka pasur terrene të ndryshme. Por terreni më i veçantë që ka qenë për mua ka qenë e festës së Bajramit, sepse kam qenë së pari bashkë me Aniden, por edhe siç e ceka edhe më herët ajo lumturia e qytetarëve, ajo entuziazmi i qytetarëve dhe se siç e ceka ishin shumë të gatshëm të japin përgjigje. Që shpeshherë nuk janë kjo. Zakonisht janë kështu ngurojnë, janë më
të tërhequr. Kështu që kur janë të gatshëm edhe punën tuaj e bën më të këndshme, po edhe më të lehtë. Edhe më të lehtë edhe për një kohë më të shkurt. Nuk lodhemi asnjë, po për mua ka qenë kjo më e veçantë, tereni më i veçantë që kam përjetuar ndonjëherë. Për ta kuptuar dhe shikuesi se për çfarë po ne vetë se po bisedojmë, ndjekim kronikën në vijim të përgatitura nga vajzat kolegët e mia dhe rikthehemi në studio sërish. U rikthyem studio tashmë pas kronikës të përgatitura nga vajza, dua të di pak nga ajo që dëgjuam në terren dhe vetë se ishit vetë prezente aty, si duket atmosfera Bajramit këtë vit tek njerëzit, çfarë emocione mund vrej më shumë? Vrehet pak e pozitiviteti gëzimi apo ndoshta e përzierë me preokupime, me obligime, me strese të ndryshme? Gëzimi po edhe kjo pjesa si që thatë obligimet, apo edhe ato nxitimet për t'i mbledhur ato gjërat e nevojshme për përgatitjen e festës, ëmbëlsirat, për t'i shërbyer mysafirët, apo kështu me radhë, për ushqimet. Ka qenë vret ndoshta edhe ajo, le të themi, lodhja e rutinës apo ditëve të tjera, apo në këto terren apo për këto mesazhe, për këto festa ata kishin vendosur t'i bëjnë, le të themi, një blok asaj pjese dhe vetëm të gëzojnë. Për mu personalisht kam vërejtur disa njerëz që ishin pak të lodhur, sidomos ato që ishin pak më të moshuar, por megjithatë kur vjen kjo pjesa më e bukur pas muajit të Ramazanit, atëherë mendoj që secili person, secili njeri e harron atë lodhësi që e ka përjetuar për një muaj dhe vazhdon jetën e tij me një pozitivitet dhe një bukuri. Gjatë xhirimeve, gjatë terreneve, mund të ketë momente spontane, le të themi, ka ndodhur diçka, ndoshta që ju ka ngelur juve në kujtesë apo diçka të veçantë? Po, absolutisht po. Realisht, unë do veçoja një pjesë, do thoja, më arrogante, një sjellje më të vrashtë mbase, të cilën e hasim ne, por nuk transmetohet patjetër. Zakonisht ka qytetarë të cilët nuk dëshirojnë të flasin para kamerave, që absolutisht e kuptoj këtë. Po është drejta atyre. Por në fund të fundit refuzimi mund të jetë në një mënyrë më pozitive. Edhe do thoja këtë, se në fund të ditës të gjithë janë të lirshëm për fjalën e tyre. Dhe në fund të fundit ju thjesht po mundoni të bëheni një zëri, le të themi, këtyre shqetësimeve apo çfarë do lloj terreni apo absolutisht që të paraqesim problemat reale të cilat i tangojnë qytetarët. Patjetër, edhe kjo më bën përshtypje se si edhe ngurojnë që të flasim për diçka që realisht është problem në shoqërinë tonë. Do me thonë, të gjithë e vërejnë që një gjë nuk është në rregull dhe kur vje puna që të flasim për atë gjë e cila nuk është në rregull, ta vëmë në pa, të gjithë heshtin, edhe kjo është tmerruese. Ose flasin me njëri tjetrin ku nuk kanë zgjidhje ndërmjet vetes dhe mënyra më e mirë është ti të tregosh problemet e tua ose ankesat që ta vështirësojnë jetën e përditshme. Po unë desha të ndalem te kjo pyetje se për mua një pjesë e veçantë e terrenit ka qenë një qytetar ku ndalë të përgjigjet pyetjeve tona dhe tregoi se ai kishte ardhur për vizitë në familjen e tij. Por në vërtet ai jetonte në Gjermani dhe tregoi se si është rritur vetë me atë tradit, me atë frymëzim, kur vjen festa e Bajramit, ai vazhdonte t'i rriste fëmijët e tij po në të njëjtën mënyrë, me të njëjtën emocion, me të njëjtin tradit dhe frymëzim. Dhe kjo më ka bërë përshtypje shumë, sepse vazhdon akoma tradita edhe jashtë shkupit, mund të themi. Dhe po ashtu të paktën njerëzit na flasin të paktën për festa, paktën na urojnë dhe na përcjellin ato mesazhet e bukura. Dua di për fund, pasi edhe po i afrohemi fundit të bisedës, përveç se ndoshta një mesazh apo një porosi për këtë ditë kaq të bukur, kaq shënuar për gjithë secilin prej nesh, edhe veç kësaj dua di pak edhe për juve si gazetare të reja, sa e bukur apo sa emocional apo sa e veçantë është ky rrugtimi që bëni në ekran kur mund përcjellni, domethënë, të tilla histori apo të tilla momente, të ndani histori, momente, qaste kaq
të bukura, të afërme për këto ditë kaq të veçanta siç është festa e Bajramit? Atëherë, mua të them më saktësisht një pjesë që më bën më krenare është kur qytetarët dalin dhe i tregojnë ankesat e tyre, ose diçka që i pengon në jetën e përditshme dhe kur e përpunojmë atë lajmin dhe televizioni ynë e bën më të mundshme dhe e bën atë zgjidhjen që mund t'ja lehtësojnë ato problemet ose ato ankesat, për mua është ajo një pjesë shumë më e mirë, shumë më e veçantë dhe siç e theka edhe më krenare më bën kur i zgjedhim problemet ose ankesat e qytetarëve. Me këtë rast, siç e thekë edhe ti, dua të uroj festën e Bajramit të gjithë shikuesve, urime Bajrami, paqe, shëndet dhe gëzime në familjet e tyre. Atëherë, unë do veçoja më tepër besimin të cilën qytetarët na e japin neve, që realisht besojnë që ne mund të ndryshojmë një problem që është mbase prej kohësh i madh apo i vogël pa marrë parasysh, që kam besim se ne mund të zgjidhim si media dhe që na përkushtohen maksimum nga kjo pjesë dhe kjo është shumë emocionuese, do thoja. Ndërsa me qenë se jemi edhe në festën e Bajramit, unë përzemërsisht do ju uroja këtë festë, le të sjellë më shumë bashkim dhe solidaritet, paqe dhe shëndet në familjet e juaja. Unë s'kam çfarë shtoj më, pasi i tha të gjitha, bile i tha shumë bukur në fund, si mesazhe, por si urime, po ashtu edhe tek pjesën e qytetarëve, faktikisht si media, fundja fundit atë mundohemi dhe kanë edhe emisione të bëhet, të arrijet. Unë ju falenderoj të dyjave, e di që edhe sot, vetë se ditëve të tjera, është pa ashtu një ditë shumë e ngarkuar në shumë aspekte, kështu që ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë dhe mundësi të jeni me ne në këtë edicion festiv dhe uroj t'ju kemë sërish, sepse përveç se ma keni zbukuruar studion edhe kishit shumë energji pozitive edhe shumë kënaqësi të intervistoja dhe kolegët e mia. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte edhe jona. E tash të dashur, unë po ashtu ju uroj të gjithë dhe një herë unë, emisioni jonë, më thonë ky edicion festiv, po edhe televizioni jonë në përgjithësi, urime festa e Bajramit, me çdo të mirë, paqja, mirësia dhe dashuria qofshin me të gjithë ju. Dhe me kaq nga ne është, domethënë, çdo gjë, por ne gjithsesi do ju lëm për të vazhduar siç e cekat pozitivitetin edhe atmosferën festive dhe me ca pika muzikore dhe me kaq ju përshëndesim për t'u rikthyer apo për t'u takuar një ditë tjetër mirëmbëjtje.